Një tragjedi ka ndodhur në kanalin e Anglisë ku një anije me emigrantë mbi ngarkuar dhe në kushte të rrezikshme është mbytur brenda bregdetit të Boulogne-sur-Mer në Francë. Sipas autoriteteve franceze, një person ka humbur jetën dhe 61 të mbijetuar janë shpëtuar gjatë operacioneve të shpëtimit. Një ekip shpëtimi ka ndërhyrë menjëherë, duke dërguar 3 anije shpëtimi për të nxjerrë 50 të mbijetuar. Po ashtu, 2 persona u shpëtuan nga anija britanike Border Force Range dhe 9 të tjerë nga një anije Rinlis nga Dungeness. Ndër të mbijetuarit është një fëmijë dhe nëna e tij, të cilët u transportuan në urgjencë në spital pasi kishin pësuar hipotermi. Ky incident shënon rritjen e numrit të kalimeve të kanalit të Anglisë, të cilat janë gjithnjë më të rrezikshme. Vetëm deri në fund të prillit, më shumë se 10.000 emigrantë kanë kaluar përmes këtij kanali, duke theksuar nevojën për një veprim më të fuqishëm kundër grupeve të trafikantëve të njerëzve. Kryetari i Partisë Laboriste, Sir Keir Starmer, ka angazhuar qeverinë britanike për të shkatruar bandat e trafikantëve që shfrytëzojnë migrantët në këtë rrugë të rrezikshme.